Shiroka është shembulli tipik I transformimit dhe vëmendjes së qeverisë shqiptare drejt turizmit. Ky ka qenë mesazhi që deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës Edona Bilali ka përcjell gjatë takimeve me banorë dhe biznese në këtë zonë. Shumë më mirë se ka ketë shumë në këtu. Kanë lokalet s'kan organizë më shumë njerëz. Jo, kurse tash na është bë fokusi edhe shoqër na kena qendrën e Shirokës, sheshin e themi si historik krenarie për ta replikuar këtë model edhe në zona tjera. Nuk është se mungojnë turistat në asnjë periudhë vitit. Normalisht verës janë më shumë, por që në asnjë periudhë vitit nuk mungojnë. Më vjen shumë mirë edhe ndërkohë e kombinuar sheshi I Shirokës me rrugën, por edhe me dy ndërhyrjet edhe më madhore që jena duke bë për rrugën Shirok-Zogaj, lidhe me kufinin, por edhe me hyrjen e Shkodrës, këtu siç presojmë që të kena më shumë. Si ka ndryshuar fluksi I turistave për ditën rritje. A janë të kënaqur për ditën më shumë apo për ditën më shumë edhe me kërkesa shtesë? Kërkesa shtesë gjithmonë s'bëhet fjalë, se kur rritet turizmi kërkon edhe kërkesa gjëra tjera më të mëdha. Ashtu duhet. Më shumë shqiptar apo të huaj? Tani kanë filluar më shumë të huaj. Jurej suksese, shoh punë të mira boni. Turizmit, investimet, padyshim pedonalja e re, diskutohet për investimeve, po padyshim edhe turistat janë rrit numri. Është një gjë shumë e mirë, si për banorët, po edhe për biznesin ton. Shumë të maqë njëve, dhe me thonë po. Turista vinë, janë shtu kështu, se ma përparë s'kanon me se s'kanë pas të mona, të rajsyqë. Ka pak pësetash, nuk vjen kush, ka kupten, dhe me thonë, faleminderit për jush. Por çfarë është bërë deri tash për Shirokën, ajo që kena ne më shumë nevojë është mos të ndalu. Por ky hov me ezë, më thonë, me vazhdu investimet, me u marru, edhe kjo është gjë më mirë për ne. Me investimet që janë bërë, me zhvillimin që ka marrë zona, mendojmë që ka ardhur dita jona, do të vijë dita jona inshallah. Që edhe në fundit të filmit të shijojmë të çakena. Me punë ka ezë. Nuk e kanë. Tuk kena thyrë 7 makina që kanë hinë Shirok. 18 lokale, 7 makina kanë hinë Shirok. Tash s'mund t'i japim dom, në thonë drejtën. Fillojmë me kërkojmë njerëz për punëtor, tjetër, se me bon gjithë të cili diçka, edhe është gjë e mirë, pra jeni aty Shiroka të marrat atë që takon. Gjatë takimeve banorët kanë vlerësuar vëmendjen që I është dhënë Shirokës me investimin e para 5 viteve, që është përkthyer në më shumë turistë të cilët vizitojnë këtë zonë, e cila është kthyer në atraksionin kryesor turistik të Shkodrës.